Mbrojtësi shqiptar Marash Kumbulla me sa duket ka gjetur zonën e tij të rehatis tani tek Majorka, edhe pse synimi ishte diku tjetër. Pasi bëri një paraqitje të shkëlqyer te Spanjolia, i priste të kthehej në Barcelonë, por nuk ndodhi. Gjatë kohës kur luante për Fanellën e Veronës, vlera e tij arriti rreth 30 milionë euro, por Roma e bleu për 26.5 milionë euro. Edhe pse blerja e tij kishte shumë pritshmëri, 25 vjeçari nuk ishte në më të mirën e tij, sidomos në disa derbi. Megjithatë, kërkesat nga klubet e tjera për mbrojtësin shqiptar kanë qenë të shpeshta, por ai ka preferuar gjithmonë që të qëndrojë në Spanjë, kështu që në gusht të këtij viti klubi i Majorkës e mori me huazim me të drejtë blerjeje në shifrën e rreth 7 milionë eurove. Vlerë kjo e ndikuar dhe nga forma fizike e mbrojtësit dhe paraqitja e tij. Kjo pasi dëmtimi i fundit i kushtoi atij 9 ndeshje jashtë fushave dhe një mungesë në një tjetër sfidë ku pas rikthimit ndenjë në Stol. Nisur nga rrethanat dhe historiku mbrojtësit Kumbulla, qëndrimi në Majorka nuk është i sigurt, mbështetur kjo dhe nga fakti se në 4 paraqitjet e tij ai nuk ka dhënë as gol dhe as asist.